100 vjetori i vrasjes së heroit të popullit Luiç Gurakuçi, hartuesi të deklaratës së shpalljes së pavarësisë me 28 nëntor të 1912, është përkujtuar në Universitetin e Shkodrës që mban emrin e tij me një ekspozitë dokumentesh që publikon për herë të parë. Ekspozita është përgatitur nga profesori i asociuar Skënder Hasani me banim në Shkup, i cili për disa vite ka hulumtuar në arkiven e Kroacisë, si dhe shërbimi sekret të kroat, i cili ka kohë që ka ndjekur nga afër atentatorin e Gurakuçit, Baldo Stamolla, i cili ishte paguar të vriste dhe disa autoritetet shqiptare në Kroaci, me styre dhe priftin e njohur Don Loro Caka. Duke hulumtuar arkiven qendror të Kroacisë, unë kam hasë në dokumente, përveç vrasjes së Luiç Gurakuçit, vrasli ka shku t'i vret edhe disa advetar tjerë në Kroaci, të cilët kanë ikur nga periudha kur kthehet mbreti Zog në Shqipëri dhe ata vendosen në Kroaci dhe vrasi shkon për t'i vrarë edhe ata personalitetet të cilët kanë kontribuar për çështjen kombëtare dhe jo rastisht këto dokumentacione përndjekin gjithë itinerarin e ecjes Baltion Stambollës nga Shqipëria drejt Kroacisë për shku dhe për t'i vrarë. Dhe ata kishin informacione të detajuar se çka do të bën Baltion Stambolla në Kroaci. Hasani theksoi si figura Luiç Gurakuçit meriton të studiohet vazhdimisht për angazhimin e tij adhetar dhe vizionin për shqiptarinë europiane. Jo rastisht kjo ekspozitë dhe kjo ngjarje është e veçantë për shkak se nxjerr një kënd vështrim tjetër të Luiç Gurakuçit, sepse ai nuk ishte vrarë, ai u vra ndoshta fizikisht me plumb, por ai u vra pas atentatit, u vra edhe moralisht, për shkak se politika atëhershme dëshironte që përveç që ta vrante fizikisht, ta eliminonte edhe moralisht. Dhe kjo është esenca që pas 100 viteve po dele vërteta në pa rreth këtyre dokumentacioneve. Rektori i Universitetit Luiç Gurakuçi, Tonin Xhura, i tha se për këtë bashkëpunim nga afër me studiuesin Hasani për përgatitjen e kësaj ekspozite, pasi dokumentet e paraqitur nga ana e tij hedhin dhe më shumë dritë mbi figurën mallore të Gurakuçit. Kontributi i tij, sidomos në arsimin kombëtar. Dhe nuk besoj që ka ndoshta një figurë tjetër të kombit ton që kuptoi më mirë se sa kuptoi shumë më mirë se sa të tjerët nevojën ose rëndësinë e gjuhës dhe arsimin për qytetarinë evropiane dhe për ndërtimin e një shteti modern shqiptar. Kontributet e tija dihen, është firmetari i deklaratës së pavarësisë, është në Kongresin e Manastirit e kështu me radhë, por që përtej kontributit në fushën e arsimit, hartues i teksteve apo i programeve të arsimit kombëtar të niveleve të ndryshme dhe jo vetëm në Shqipëri, por kudo në trevat shqiptare. Në promovimin e kësaj ekspozite morën pjesë dhe studiues nga Uçini dhe trevat të tjera shqiptare përtej kufirit. Nisur nga interesimi që kanë zgjuar kjo ekspozitë, ajo do të qëndrojë e hapur për disa ditë në mjediset e bibliotekës së Universitetit Luiç Gurakuçi.